Në mbylla, po unë nuk mora një përgjigje çfarë masash ka marrë kryetarja për gjendjen aktuale. Ne jemi pro kalimit të buxhetit për ju keni sjell shtimin e volumit zotri. Kjo është masa. Tani nëse se keni kuptuar ju masën, vjen shumë keq se se kuptoj. E nderuar, nuk e kam këtu. Po çfarë mase po thoni? Se Tirana sot ne jemi pro, të kalojmë edhe më shumë buxhet se sa kaq. Dhe nuk ka si pengesë nga ne. Po. Por unë duhet të di, ju si kompania kryesore e qytetit, që është Bashkia Tiranë, në bashkëpunim me Eko Tiranën, pra ju jeni aksioneri kryesor, zonjë. Ne jemi aksioner dhe klienti. Dhe klienti, por jeni aksioner kryesor. Çfarë masash konkrete ka marrë Bashkia e Tiranës ndaj Eko Tiranës dhe punojësve të saj që janë drejtues institucionesh për gjendjen që është sot aktualisht? Zotri, masat e Eko Tirana është një kontraktor. Zonjë, u solla një shembull që gjendja është shumë e rëndë. Dhe unë thash, ju keni marrë masa, keni ndërruar drejtor, keni qaj rruga është pjesë e volumit të ri apo volumit vjetër, se unë nuk e di. Juve që e dini ma thoni, nëse është pjesë e volumit vjetër dhe është tarifuar dhe nuk është pastruar, patjetër që ka një gjop. Atë më thon për kush ç'a pyetje po bëni? Zonjë, nëse detyra nuk bëhet siç duhet, ka masa administrative për punojësit tuaj. Kontratë e cila sanksionon për çdo volum dhe për çdo kërkesë dhe për çdo situacion, pagesën dhe mos pagesën. Kush është pyetja juaj? Doni të varim dikën në shesh? Jo më zonjë, po secili nga ne, nëse nuk bëjmë detyrën që na caktohet, shkarkohemi nga detyra dhe marrim përgjegjësitë që na takon. Okej, dakor. Ku doni ju të shkarkoni nga detyra? Drejtorin që ka përgjegjësi direkt në Po, drejtori që marr përgjegjësi çfarë nuk ka bërë? Çfarë i ka bërë? Se ka bërë detyrën siç duhet. Dakor, cili është ky drejtor që s'ka bërë detyrën? Atëherë unë nuk e njoh fare drejtorin dhe nuk kam asgjë personale. Zonjë e nderuar, qyteti i Tiranës lë për të dëshiruar. Qyteti i Tiranës është më shumë i ndotur se ti. Ju po më thoni çfarë masa do të marr. Të lutem, tregohu korrekte përgjigje që jep. Po unë këto po ju shpjegoj dhe ju refuzoni ta kuptoni. Keni një drejtor fiksim? Ma thoni edhe arrestojmë. E nderuar, unë nuk kam asgjë personale me askën. Zonjë e nderuar, të lutem. Kjo s'është një punë drejtori. Kjo është një punë e kontraktuar. Mos më jep komente, po më jep përgjigje e nderuar. Ka një punë dhe ka një përgjegjësi të kontraktorit me klientin. Çfarë kërkon Tirana është më keq se çishte? Respektohet kontrata. Çfarë pra? Tirana është më keq se çishte. Si ju vjen mirë. Jepni përgjigje zonjë, jo komente. Dhe përgjigjet janë direkt të varura me pozicionin tuaj. E nderuar, këtu duhet bëhet puna ose njerëzit duhet ikin. Pik. Ndryshe qyteti do bëhet edhe më keq se kaq. Unë nuk kam asgjë personale me askënd. Nuk i njoh drejtorët e bashkisë, sa për t'jeni. Aq më tepër të pastrimit. Por nuk më ktheni ju një përgjigje të tillë mua. Zotri, kush është përgjigjja që ju qytetarëve të Tiranës? Cila është përgjigjja që ju dëshironi të merrni, se s'po e kuptoj. Unë po ju them, ka një kontratë. Bëheni punën më mirë me zonjë kaq. Bëheni punën më mirë. Po pra, ju kuptova dhe po ju them, ka një kontratë mes dy palëve. Në kontratën mes dy palëve ka përgjegjësi dhe ka pagesë. Sipas kësaj kontrate, ju po e thoni bëhet më mirë. Po mirë, më shumë bukur kontratën që ju e keni aprovuar. Hajde dhe e bëjmë më mirë. Bravo. Dakor. Ju e vendosë, bë dhe prokurorit dhe gjykatësit e vendosët që përgjegjësia është e drejtorit që nuk është respektuar kontrata. Po më nëse jeni kaq të aftë më zotri, po ju lutem urdhroni. Edhe më shkarkoni dhe mua me këtë rast e bira hat. Po tani mua bet kot. Po nuk është, po nuk mund të